Lavdi ty, o Jezu Krisht, sa i mall je. Sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Vllazën e motra, një nga kontraditat më të mëdha mrena Islamit është kur thot se Jezusi është vetëm profet. Por vetë Islami e vendos mbi të gjithë profetët e vet. E bën këta në lindje, në jetë e në vdekje, në të gjitha këto Jezusi dallohet. Islami pretendon se Allahu ka dërguar 124.000 profet. Atër sipas logjikës, ata duhet me kenë të barabartë në natyrë, në lindje, në jetë dhe në vdekje si Jezu Krishti. Përndryshe, nëse njëri prej tyne del jashtë këtyne rregullave, jashtë kufinit, ai nuk është më profet si tjerët. E pikërisht këtu Islami bie në kontraditën më të madhe. Sepse vetë Islami e ve Jezusin mbi çdo kategori profetike në këto 3 pika: në lindje, në jetë dhe në vdekjen e tij. Jezusi sipas Islamit nuk lindi si profet tjerë. Ai lindi nga virgjinesha, pa atë toksor, pa akt njerëzor, por vetëm me urdhërin e Zotit. Vetëm Jezusi lindi nga virgjinesha pa atë toksor. Dhe lindja e tij është akt hynor, jo akt njerëzor. Kur Kurani mundohet me mbulua këtë mrekulli, atëherë thot se edhe Adami ka lind pa atë. Por ky justifikim është budallak në çdo mënyrë, është budallak në logjik elementare, se Adami nuk ka lind as nga nana, as nga baba, sepse nuk ka pa njerëzim në atë kohë. Ai është krijuar prej leut, nuk ka lind, është krijuar prej leut. Vetëm Islami e quhen Adamin profet. Por edhe kjo ngre pyetje të thjeshta: ku i ka profetizua, kur s'ka pa njerëz në tokë? Dhe çka ka kënë profecia e tij? Çka ka profetizua Adami kur s'ka pa kuj me profetizua? Edhe një shembull: para se Jezusi me lind, njolli një lajm angjëllor i pazakont, kur angjulli Gabriel e lajmëron Mariamin se ka me lind në djalë të mrekullueshëm. Për profetët e tjerë, angjëjt vinë mas lindjes e tyre për me shpall misionin e tyre, por për Jezusin angjulli vjen para lindjes dhe përcakton identitetin e tij, se ky ka me qenë Jeshua, Zoti me ne, Emanuel, Zoti me ne. Angjulli nuk lajmëron se Jezusi ka mu bë profet, por se ka me ardh Emanueli, Zoti ka me qenë me ne. Ai ka me qenë Mesia shpëtimtari. Të lindja e Jezusit nuk njepet për një popull veçantë. Kurani e quajë lindjen e tij një shenjë për njerëzimin. Profet tjerë dërgohen për një popull, për një kohë, e Jezusi është shenjë universale për gjithë njerëzimin. Pra Jezusi nuk hyn në botë si njeri i zakonshëm. Ai hyn si ndërmjetës mes njerëzve, mes qiellit dhe mes tokës, mes njerëzve e Zotit. Jezusi nuk lind si profet, por as nuk jeton si ata. Jezusi jeton me plot autoritet, jo si lajmtar. Profet bajnë mrekulli me lejet e Zotit. Jezusi thot: unë shëroj, unë ringjall, unë jam jeta, ulla e vërteta. Vetë Kurani pranon se Jezusi shëron të verbrit, se i shëron të smurt, se i ringjall të vdekurit. Profet transmitojnë, Jezusi deklaron: unë jam drita e botës, thot. Kurani nuk i atribon Jezusit asnjë mëkat. Për profetët e tjerë, Kurani fler për gabimet e tyre, për çotimet që u bë Allahu dhe për perëndimin e tyre. Jezusi jeton si autoritet moral absolut. Si mundet atë Jezusi me një nga 124.000 profet, kur as nuk lind si ata, as nuk jeton si ata, dhe mbi gjithë as nuk vdes si ata? Sipas Islamit, Jezusi nuk vdes as pak, nuk ka vdek. Kurani thot: ata nuk e mbran,
Allahu thot e ngriti pran vetes. Atër pyetja thjesht, a ka profet tjetër që Allahu e ngrit të gjallë pran vetes? Nëse vdekja është fundi i profetit, atëherë Jezusi nuk e ka fatin e profetit. Profet tjerë vdesin dhe presin gjykimin. Jezusi ngrihet direkt pran Zotit dhe do të kthehet me gjykua. Kjo është pozitë që nuk i jepet profetit e thjesht. Profetet e tjerë presin kiametin për më ringjallë, dërsa Jezusi e sjell kiametin dhe vjen me ringjallë krejt njerëzimin. Vetëm Jezusi kthehet në fund të kohës për me gjykua, për me vendos drejtësi, dhe për me mbyll historinë. Këta nuk e bë profeti, këta e bën dikush jo më i madh se profeti. Pyetja tërë është e thjeshtë. Pse nuk kthehet Muhamedi? Pse nuk kthehet Mojsiu, Musai? Pse nuk kthehet Abrahami apo Ibrahimi? Pse nuk kthehen këta, por vetëm Jezusi? Nëse Jezusi është thjesht profet, pse Zoti e ruan për aktin final të historisë? A dini pse? Sepse fundi i historisë nuk i besohet profetit, i besohet gjykatësit. Jezusi është gjykatësi i njerëzimit pra. Atë përfundimi logjik është i pashmangshëm. Jezusi nuk lind, nuk jetoi dhe nuk vdes si njeri i zakonshëm. Ai nuk lindi, nuk vdes e nuk jetoi si profet. Atër, ose Islami gabon kur e quajnë Jezusin profet, ose Jezusi është ma shumë se profet. Kurani e quajnë Jezusin El Mesih, Mesia, Kelimatullah, do me tha fjallja Allahut, le Ruhun Minhu, shpirt nga ai. Këto nuk janë tituj profetik, janë atribute hyjnore. Profeti flet fjalljen e Zotit. Jezusi është fjallja e Zotit, e thotë Kurani dhe Biblia që thotë në fillim ishte fjallja ishte me Zotin, fjallja ishte Zot. Atëherë kontradita është kjo. Ose Jezusi është si 24.000 profet, ose Jezusi është bita. Nuk mundesh me i pa të dyja. Edhe nëse e marrim Islamin si pas fjalljes e vetë, tonë që ka i folja si pas Islamit, atër Jezusi del figura me male historisë, ma i pastri në lindje, ma i veçantë në jetë, dhe ma i fuqishim në fund që as vdekja s'ka fuqim bitan. Lavdi emrit e ti vllazën e motra. Të gjitha pra që ka i folja nga perspektiva islame, edhe me lexua Kuranin e Islamin, që Islami është heresi e krishterë, prap Jezusi është ma i mallërishmi, nuk është si asnjë profet, e ai që ka thot për veti, unë jam ulla e vërteta dhe jeta. Ai që vje pas met nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Atër na juftoi te Jezusi, i cili është drita e jetës. S'keni nevojë më me ecë në terr, ecni në dritën e Jezusit. Lavdi emrit e tij. Amen.